Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. With Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:18 minuta. Unë jam Blendi me Jerin këtu sot bashkë me Altinin, Oltën edhe Lorin gjithashtu. Me ne është edhe Silvana Loka, psikologe. Mirëmëngjes. Mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi që të kemi këtu. Silvana është kandidate për presidente e urdhrit psikologut, zgjedhjet për cilin opozicion dhe disa të tjerë do të mbahen në ditën e shtunë në datën 28 këtu në kryeqytet. Silvana, unë të uroj sukses në këtë garë. Edhe dua të të pyes në fillim flasim pak për vetë garën edhe për urdhrin e psikologut. Pse është i rëndësishëm ky urdhër i psikologut? Dhe çfarë do të thotë kjo për publikun e që mund të ketë të bëj me psikologë të ndryshëm? E para e rifleksoj realisht falënderimin për të qenë prezente. Në fakt nuk ka një mënyrë më të mirë për ta nisur ditën se sa ti jesh me energjinë e radios. Televizionet kanë një tjetër ngarkesë, por radio me të vërtet bën energjike. Faleminderit. Pse është i rëndësishëm urdhri i psikologut? Në pamje të parë duket sikur është pak i vonuar. Do thoya se po, me të drejtë jam kurioz, dhe kam si pyetje pse kaq vonë, po më thuaj. Ndjes që paraprita pyetjes. Jemi në vitin e 16 të diplomimit të studentëve të psikologjisë, që do të thotë në 16 vjet dashje pa dashje psikologët kanë operuar, kanë ofruar shërbime ashtu sikurse kanë ditur. Edhe janë shtuar psikologët. Pa diskutim janë shtuar sepse ndërkohë programet e studimit janë shtuar, fakultetet që mund ta jepnin si profil janë shtuar gjithashtu. Dhe sigurisht u pa e udhës që në një moment këto përvoja të cilat vareshin deri në një farmase nga çfarë studenti kishte marrë në auditor dhe pastaj vareshin nga predispozita e psikologëve për të ofruar në më të mirën e mundshme shërbimin. Dhe okay, është momenti që do duhet të ngrem një institucion i cili e rregullon profesionin e psikologut. Pra, ajo që urdhri i psikologut është në vetvete një institucion i pavarur, totalisht i pavarur, i cili vetë rregullon profesionin e psikologut. Që shumë ne në Gazari po luftojmë për pasur vetë rregullim, ju po ja dini me. Në fakt, Blendi të falenderoj për perspektivën, sepse ndonjëherë mendohet që urdhri është aty për të mbrojtur vetëm profesionistin, pa diskutim që urdhri është për të mbrojtur psikologun. Kur them për ta mbrojtur, jo për ta mbrojtur pa të drejtë, por çdo profesionist që del rishtar në fushën e shërbimeve, sikurse është psikologjia, ka nevojë të vazhdueshme për mbështetje. Ka nevojë të vazhdueshme për edukime, ka nevojë të vazhdueshme për praktika të mbikëqyrura, ka nevojë të vazhdueshme për rrjet midis tyre, gjë që deri më sot është bërë në një mënyrë, le të themi, jo diletante, se do të isha e padrejtë në këtë pikë, por në varësi të vullnetit të personit. Ndërkohë që ajo që urdhri bën nga ana tjetër është duke qenë se rrit cilësinë e shërbimit, në fundit ndihmon publikun. Këtë do të thosha pra. Kjo është arsyeja sepse me të drejtë konstaton, urdhri mbron edhe publikun. Sepse në fund fare, puna juaj, dukun e vet apo impaktin e vet, ndikimin e vet e ka mbi publikun, mbi pacientët apo klientët apo sido që mund ta quajmë. Në Shqipëri ka pasur gjithmonë një paragjykim për psikologjinë në kuptimin që ai që shkon tek psikologu, që këshillohet, që është i çmendur. Ishte kjo sigurisht është zbutur dhe njerëzit janë tani më pak ignorant nga ç'ishin dikur. Megjithatë ka njerëz që ende nuk e kuptojnë se si kjo është ndikuese direkt dhe një formë shumë e mirë për. Do të ishte ajo realiste nëse do të pohoja të kundërtën. Sigurisht sot ne psikologët që ofrojmë shërbimin vazhdojmë të punojmë në dy linja, që do të thotë nga njëra anë ofrojmë shërbimin, nga ana tjetër është pa diskutim do duhet punojmë për të ndërgjegjësuar publikun. Sepse ajo që ndodh shpeshherë është që te psikologu shkojnë ose në një moment në cilin përfundimisht janë të pashpresë sepse kanë shkuar te neurologu, te psikiatri, kanë shfrytzuar çdo sistem social mbështetje dhe pastaj thonë okay, unë do duhet të shkoj te psikologu. Dhe ndonjëherë sa më e vonuar të jetë ndërhyrja aq më shumë punë do duhet bëhet. Ndërkohë që nga ana tjetër shpeshherë vinë te psikologu ata që e kanë realisht pamundur të mos e marrin shërbimin, sikurse janë mosha e fëmijëve. Po ndërkohë prindi ngelet jashtë, sepse mendojnë që shiko, ti do të jesh psikolog për fëmijën, po ti nuk e punë me mua. Pa diskutim që urdhri do duhet bëjë edhe këtë gjë. Do duhet të ndërgjegjësoj publikun që po, profesioni i psikologut është një profesion që nuk mund të jetë profesion luksi dhe për të gjë urdhri do duhet personalisht jam shumë e angazhuar që urdhri do duhet të punoj shumë fort me Ministrinë e Shëndetësisë në mënyrë që një pjesë mirë të kostos seancave të trajtimeve të futen në paketën e sigurimit të shëndetit. Në fundit mendja nuk është sepse kjo ndërsa flasim ju jeni një kandidate për të qenë presidentja e këtij urdhri. Që do të thotë se keni një ide, një platformë, po e quajmë pra disa
gjëra që ju doni t'i çoni përpara dhe që janë të rëndësishme për ju. Është kjo njëra prej tyre, siç po kuptoj? Pa diskutim, është njëra prej tyre. Sigurisht që nuk është me emergjentja në kohë. Unë vi pas, le të themi, 11 vitesh përvoje në mësimdhënie. Ca vite më shumë, gati 13 vite përvoje si psikologe, duke filluar nga punët vullnetare te psikologët, tani më konsulente për shëndetin mendor. Vi pas kërkimeve të caktuara në fushën e psikologjisë dhe gjithë ato përvoja sigurisht që më kanë ndihmuar ta shoh psikologun nga perspektiva të ndryshme. Gjëja më urgjente duhet të ishte me patjetër. Angazhimi për të punësuar çdo psikolog që për hir të së vërtetës është një fatkeqësi shumë e madhe që vazhdojnë të punojnë në call center, të punojnë mësues, të punojnë kamarier, të punojnë shitës, ose sa më keq akoma të jenë totalisht të papunë, sepse në fundit gjithë ajo që kanë mbledhur në shkolla fillon dhe brehet në mendje. Si do të punësohen këta? Askush nuk ka shkopin magjik. Ka vetëm një shkop magjik që është ligji, që do të thotë ligji me hyrje në fuqi e ka mirë përcaktuar kush është psikolog. Më vjen mirë që e thonin që se keni shkopin magjik para garës. Është ligji, është zakonisht politikanët na bëjnë besojnë që e kanë, pastaj thonë se kemi, po. Jo, kjo nuk është për të hequr vetes barrën e marrjes përsipër të zotimeve, po dua t'ju them që është shumë më e thjeshtë se sa mund të mendohet. Mjaft që ligji të zbatohet dhe sigurisht nuk më gënjen mendja që do të zeroj papunësinë e psikologëve. Jo, sigurisht jo. Por ajo që mund të bëj pa diskutim është që në çdo pozicion që do duhet të jetë një psikolog, do të jetë një psikolog. Që do të thotë në shkollat, në kopshtet, pra institucionet e ndryshme publike ku janë nxënësit, ku janë fëmijët, ku janë në gjykata, në spitale, në qendra shëndetësore, në klinikë, në praktikën private. E dini çfarë ndodh sot me statistikë në 900 psikologë të regjistruar tani më, kishim një bisedë para se të fillonim lidhjen direkte në regjistrin e psikologëve aktualisht të regjistruar. Mbi 20% e tyre, pra mbi 20% e një totali plus minus 900 psikologë janë të papunë, deklarohen të papunë. Dhe që është një numër diçka tek. Po themi rreth 150-200 apo. Ndërkohë që plus minus po kaq dosje kanë ardhur të njerëzve që nuk zbatojnë, nuk plotësojnë kriteret e ligjit, por që kanë sjell aplikimin për të regjistruar për të mbajtur vendin e punës së psikolog. Pra për ju shumë e qartë, po. Pa diskutim, nuk ka, është një aritmetik shumë e thjeshtë. Kush e përmbush kriterin dhe që rri pa punë dhe njerëz që s'e përmbushin kriterin dhe që mbajnë. Në fundit ligji është busulla, sepse ligji mbron edhe ofruesin e shërbimit, ligji mbron edhe konsumatorin. Po për ata që na dëgjojnë, edhe që dëgjojnë për këtë, okay, psikologu, urdhri psikologut, Silvana e ka një platformë, do që ta bëj këtë gjë. Dhe është e rëndësishme që të jetë e koordinuar që këta psikolog të trajnohen vazhdimisht, sepse siç kemi ekziston një shqetësim për shembull, disa njerëz e thonë, nuk është plotësisht kështu, por disa njerëz e mendojnë që mjekët shqiptarë për shembull e kanë mbyllur librat para 40 vjetëve dhe vazhdojnë me atë shkollën e asaj gjë. Kjo është e diskutueshme, mund të ketë ndonjë rast. Por është e vërtetë edhe për psikologjinë, që është një shkencë, po themi, fluide, që përparon që dalin gjëra të tjera që duhet të jesh i përditësuar, nuk mundesh të qëndrosh shumë në zhgullin tënd dhe ta ushtrosh pa qenë pjesë e një. Po them, është kjo e rëndësishme? Në fakt Blendi, ligji për urdhën e psikologut është paraprirë nga një ligj për profesionet e rregulluara, që do të thotë përpara se psikologu të kishte një urdhër të vetin, ai u listuan në listën e profesioneve të rregulluara, të cilat po me ligj përcaktojnë se në momentin që ti merr licencën, pra të drejtën për të ushtruar profesionin, do duhet të përmbushësh disa detyrime për një periudhë të caktuar kohore në mënyrë që të përditësohet licenca jote, dhe një ndër gjërat është edukimi i vazhdueshëm, i cili në fakt është detyrueshëm dhe për mjekët gjithashtu. Sot ka një qendër kombëtare të edukimit vazhdueshëm, e cila është aty e specializuar për të dhënë këtë edukimin e vazhdueshëm në forma të caktuara, dhe ne kemi dëgjuar të famshmet kredite që ata depozitojnë kredite për të. E njëjta gjë do të ndodhe me psikologët. Ajo që urdhri do të bëj, dhe ky është shumë më tepër një angazhim i imi, sepse ligji këtë gjë nuk e përcakton, por unë realisht do t'i shkoj shumë fort kësaj gjëje, është që urdhri më në fund të mund të standardizojë ato që mund të quhen trajnime, konferenca apo aktivitete të tjera shkencore që realisht t'i kontribuojnë edukimit vazhdueshëm të psikologut. Dhe unë besoj, për një gjë jam shumë e sigurt, jam absolutisht shumë e sigurt. Të gjithë psikologët që punojnë në terren, dhe unë njoh pjesën më të madhe prej tyre, duan që kjo të ndodhi. Asnjë psikolog nuk do që të mbylli librat, të lëri librat në rafte dhe të filloj punën, sepse në momentin që ti e shikon tjetrin përballë teje dhe i ofron shërbimin, përgjegjësia është shumë e madhe. Dhe është një përgjegjësi që pavarësisht shumë përtej nga zëllimi që ti merr kur e ndihmon tjetrin, është një përgjegjësi e cila herët apo vonë ty do të çojë te studimi. Në qartë, por duhet ta mbash veten ashtu. Më lejo të të bëj një pyetje në lidhje me profesionin tuaj të psikologut edhe situatën aktuale në Shqipëri.
Ju i dini për çfarë njerëzit vinë, për çfarë këshillohen, a mund të thoni cilat janë disa nga problemet që përjetojnë shqiptarët më shpesh, me cilat ju si psikolog përballeni? Unë nuk besoj që ne shqiptarët kemi ndonjë dallim shumë të madh nga çfarë ndodh sot në botë. E them, OBSH-ja, që është Organizata Botërore e Shëndetësisë, ka bërë një vlerësim që në 2020 depresioni do të jetë sëmundja më shumë e përshkruar nga mjekët. Megjithë dëshirën time shumë të madhe që në Shqipëri kjo të mos ndodhi, nuk shikoj ndonjë arsye pse realisht ne përjashtohemi nga depresioni as nuk e din që janë me depresion fillimisht. Sepse shpeshherë e dini sot në për kuriozitet gjithnjë edhe më shumë po flitet për depresionin funksional, që do të thotë pavarësisht ta fshirë shumë mirë sepse ti do duhet të vazhdosh të funksionosh në shoqëri, do duhet të përmbushësh detyra, do duhet të paguash fatura, do duhet të paguash kredin, taksat e tjera si këto. Që do të them, shqiptarët shkojnë te psikologu për problemet natyrës të jetës së përditshme, për problemet marrëdhënieve, për parehati lidhur me partneri, me profesionin, me fëmijët. Ka disa gjëra që janë interesante për shqiptarët. Për shembull, varësia nga Bixhozi është një gjë që unë e gjej jo sepse është shqiptar si fenomen, por psikologët që punojnë me varësi nga Bixhozi e kanë shumë të vështirë punën, sepse ajo që ndodh është që edhe dikur kur unë kisha klinikën time private, vetëm pavarësisht se e kisha në një zonë shumë të banuar të Tiranës, vetëm anash rreth rrotull klinikës time private ishin mbi 15 qendra pika loto bastesh. Që do të thotë tundimi është i papërballueshëm. Thotë një person dhe kur vinte te psikologu ishte shumë i tunduar nga. Kjo është një gjë që do duhet gjithashtu ligji të përdor gjithë influencën e vet që të ketë mundësinë dhe të adresojë me aktorë të ndryshëm si do të mund përmirësohet edhe mbështetja komunitare ndaj. Që do të thonë se për një person se po mundojmë ta imagjinoj tani, një person që vuan nga Bixhozi, që ne e dimë është një varësi shumë e ngjashme me varësitë nga drogat më të rënda. Dhe është një ndër varësitë më të vështira për të trajtuar. Shkakton të njëjtat stimulime në themin tru, siç e studiojmë, do të thotë që kur ai ecën rrugës në kryeqytet është sikur të jenë shpërndarësh drogën në çdo cep, që i ofrojnë atij doza, merr edhe këtë dhe normalisht tundimi është. Ngacmimi është pa diskutim. Kështu që kjo është një çështje po themi jo vetëm e shëndetit publik, po edhe shoqërisë, ai shkon në shtëpinë, shet katantinë edhe i derdh gjërat se e dim se çfarë bën Bixhozi. Unë e vlerësoj e rikthyer prapë tek urdhri, jo pa dashur që të shpërndaj bisedën, po sepse unë besoj shumë që me fillimin e zbatimit të ligjit për urdhrin e psikologut, ne do të mund të presim gjërat mira që të ndodhin, që do të thotë si përfaqësues të urdhrit presidenti dhe Këshilli Kombëtar, dhe mbi të gjitha secili nga psikologët që do të votojë, mund të bëjë ndryshime në shoqërinë shqiptare, që do të thotë sot kemi nevojë për një status të mirë përcaktuar të psikologut. E dini ju që psikologët sot në varësi të vendit të punës edhe paguhen, që do të thotë nëse ti çfarë ndodh sot në absurditet le të themi në sistemin arsimor në Shqipëri. Në rast se ti si psikolog sot, sipas një ligji të vjetër që menaxhonte shërbimin psikologjik, ti si psikolog ishe përgjegjës për 2500 nxënës, sot ka 3500 nxënës, që do të thotë psikologu do duhet të administrojë shërbimin psikologjik në të paktën 3 institucione arsimore. Shkolla të ndryshme që të bëhen 1500 ose 3000. Jo vetëm shkolla të ndryshme, por qëllonte që një psikolog të ishte i përfshirë në një kopsht, në një shkollë nëntëvjeçare dhe në një shkollë të mesme. Dhe në varësi të vendit ku merrte emërimin, merrte edhe pagesën, që do të thotë kemi dy individ që ofrojnë të njëjtin gjë dhe paguhen në varësi të institucionit që ata figurojnë. Dhe kjo është gjithashtu një padrejtësi që mund të thuhet psikolog kopshti? Eksakt, kjo është gjë. Pavarësisht se ofron të njëjtin shërbim. Dhe kjo është një gjë për cilën gjithashtu urdhri do duhet dalë garant. Në fund çfarë është urdhri? Urdhri është sindikat. Urdhri është aty për të mbrojtur interesin e psikologëve. Mua më duket pak një psikolog për 3500 veta, me thënë drejtë. Shumë pak. Është absolutisht shumë pak. Okej. Kështu që jemi dakord për këtë. Unë turoj sukses. Zgjedhjet pra janë ditën e shtunë. Ka do të jetë një orar i gjatë, kam përshtypjen që njerëzit vinë votojnë. Me thënë drejtën, aktualisht akoma nuk kemi një ide të qartë se çfarë do të ndodhi në datën 28, sepse vim pas një periudhe në cilën një pjesë e mirë e psikologëve nuk janë të informuar. Do të thotë psikologët unë jam shumë e sigurt që një pjesë e mirë prej tyre na dëgjojnë tani dhe informohen për çfarë do të mund të ofrojë urdhri. Kështu që do duhet të shikohet pak edhe pjesa e ndoshta e një zgjatje të një fushate apo e një rimodelimi të datës 28. Se deri shtunën duket shumë afër, duket shumë afër dhe është në fundit është një përgjegjësi shumë e madhe që ti të votosh, sepse nuk është thjesht ligji si busull, por është edhe një çik fryma dhe vizioni me cilin ligji administrohet. Dhe nuk ka një gjë të përcaktuar, dua t'ju them se çfarë do të ndodhi në datën 28. Ajo që është e përcaktuar është çdo psikolog i regjistrit të fillestar të psikologëve
psikologëve, unë do të ngulmoja shumë fort që të ishte në Tirana atë ditë. Të gjithë kanë nevojë të jenë prezente dhe të informohen. Në këtë regjistër? 890 le të themi 900 për shembull Kosovo. Kështu që unë realisht kam ngul shumë fort që gjithë secili prej tyre të vi. Të vi, të pyes, të informohet dhe sigurisht pastaj vota është krejt personazh. Kush është institucioni që organizon gjithë këto? Institucioni që organizon është komisioni i përkohshëm, që do të thotë është ngritur një komision i përkohshëm i cili është i pavarur nga ministrit, nga institucionet të tjera. Sepse në fundit urdhri është entitet më vetë. Sepse në komisioni i përkohshëm luan rolin e urdhrit derisa pastaj urdhri konstituohet. Okej. Shumë mirë, një shërbim i nevojshëm, është edhe delikat, për këtë arsye duhet të jetë i rregulluar, po përpiqet për këtë kanë nisur pra, për krimin e këtij urdhri psikologut dhe Silvana Loka, sot me ne këtu, pretendon të jetë presidentja e parë e këtij, unë uroj sukses. Falenderoj shumë për mundësinë. I falenderoj shumë. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit me të tjera. Tani është Bon Jovi që këndon Roller Coaster. Ora është 9:33 minuta.